Çmimi i ngrohjes qendrore do të ulet për 35%, por kjo do të vlej vetëm për kompanitë, institucionet publike dhe shtetërore. Këtë e bëri me dije kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimovski, i cili tha se kanë vendosur të ndërmarrin këtë hap për shkak të uljes së çmimit të gazit natyror. Si shpjegoi, ulja do të llogaritet për muajin shkurt, gjithsesi për faturat që do t'i marrin në fillim të marsit. Këtë po e bëjmë sepse deri më tani këta konsumator nuk kanë pasur asnjë subvencion, shtoi Bislimovski. Цената на топлинската енергија за потрошувачите во градот Скопје, пред се за деловните корисници, основните училишта, градинките, малите дуќанчиња, ја намаливме за 35%. Оваа одлука се базира заради намалените трошоци за природен газ на сите овие потрошувачи, кои што во изминатиот период немаа никаква субвенција, да им ги намалиме трошоците за топлинска енергија. Uljet të çmimeve nuk do të ketë për anvistërit sepse, siç tha Bislimovski, faturat e tyre janë subvencionuar nga shteti. Korrigjim eventual paralajmëroi për në muajin korrik. Во изминатите 3 години од кога е започната енергетската криза, во делот на топлинската енергија, некаде 20% од трошоците се субвенционирани од страна на владата и тоа продолжува и во текот на оваа грејна сезона. Вообичаено во текот на јули, како што правиме до сега, ќе донесеме нови одлуки за цената на топлинска енергија на домаќинствата. Përndryshe, fatura më të ulëta do të marrin rreth 1200 kompani dhe institucione, që shpenzojnë rreth 20% nga sasitë e nevojshme të energjisë termike. Gjithsej, 65.000 konsumator janë kyçur në energji termike, ndërsa nga fillimi i sezonit të ngrohjes janë kyçur rreth 1.000 konsumator të rinj.